gazetarin Don Spahio, i cili në pamundësi për të qenë këto do të na jep lajmet e fundit të showbizit, çfarë ka ndodhur këtë javë, çfarë pritet të ndodhë dhe çfarë ftesë ka bërë Shakira për yllin shqiptar Dua Lipën. Nëse kam fakt doni në lidhje direkte, patjetër ja jap fjalën për të gjitha detajet. Përshëndetje Shqipe për ty edhe për krejt shikuesit e emisionit 410, fillimisht përgëzime për prezantimin, shumë për çka ne po urojmë që kemi me të pasa ma shpesh në prezantime. Edhe siç edhe thete, ka shumë të reja, shumë dinamika të fundit që kanë të bëjnë me showbizin vendore, po ashtu edhe me showbizin ndërkombëtar. Po e nisi fillimisht me showbizin ndërkombëtar të tregu që është Shakira ajo prej artisteve që ka kërku një bashkëpunim me Dua Lipën, edhe ky është lajmi që ka bërë një bujë kaq shumë në rrjetet sociale, edhe që ka shpërthyer nëpër krejt botën, ashtu le të themi, pasi që secilit gjatë ditës sotme po dëshiron që të bashkëpunoj me Dua Lipën, edhe që po është një prej artisteve më të kërkuara, qoftë nëpër koncerte, qoftë nëpër mbrëmje të ndryshme, e po ashtu edhe për bashkëpunime, e ku ka ma krenari, ku ka ma mirë se sa një artiste super e famshme botërore, siç është Shakira, me kërku një bashkëpunim me Dua Lipën. Në ndërkohë, po e bëj edhe një rezume kështu të albumeve që kanë dalë kohëve të fundit në estradën shqiptare. Është Majko ai i cili i fundit ka bë një album, ka publiku një album edhe që ka bë një bujë të madhe me disa prej këngëve të tij, me disa prej bashkëpunimeve që i ka sjell, njëri ndër ta që ka spjeguar më shumëte, ka qenë ai me Loren, i cili ka sjell një mic pak më ndryshe, pak më sensitiv, pak më balad, edhe që ka bërë që publiku ta pëlqej shumë këngët e tina, edhe që të marrë një vëmendje shumë të mirë nga publiku. Kemi pa edhe gjatë krejt këtyre ditëve që janë publiku këngë të reja të ndryshme, në mesin e tyre është edhe Kida që i ka publiku 2 këngë të reja që janë pritë shumë mirë nga publiku, e po ashtu edhe kanë ardhur disa bashkëpunime të ndryshme cilat i kanë sjell estrada shqiptare. Në mesin e tyre janë 2 DJ të famshëm, DJ Piano dhe DJ Dags, që kanë sjellë një bashkëpunim shumë interesant dhe shumë të bukur, që po pëlqej dhe po dëgjohet shumë bashkë me Ardian Vjupin dhe me Janinën, një dyshe që i kemi parë edhe ma herët në një këngë, por që kësaj radhe kanë ardhur pak më ndryshe, pak më i ritëm, pak më veror. Këngë të reja pritet që të publikohen edhe gjatë këtyre ditëve. Shumë artistë ndryshëm kanë me publiku këngë të reja dhe kanë me publiku shumica prej tyre dhe albume. Në mesin e tyre janë edhe Dafina Zeqiri, që është punu për albumin e saj të ri, nuk po ndalet e Dafina, po besojmë që deri para kohës së lindjes Dafina ka me sjell diçka edhe për publikun, edhe më pas atë periudhën e lehonis ku ka me shiu, po besoj bashkë me Daskanin edhe me Bebin që do të vinë jetë shumë shpejt, por që po besoj edhe shumë artistat të tjerë kanë me sjell këngë të ndryshme, këngë të mira. Një prej albumeve që me po pres me po është edhe albumi i Tunës, nuk dihet ende se kur ka me publiku, nuk dihet ende kur ka vendos Tuna që ta publikoj këtë album, por që çka është e sigurt është se do të jetë një super album, sepse edhe ky album ka marrë nën tingujt e Armend Recep-Agiqit, e nën vargjet e Aida Barakut, e kur bashkohet kjo treshin a dim çka ndodh, kështu që po besoj që për krejt ata të cilët i përcjellin edhe i dojnë këngët e Armend Recep-Agiqit, e pa ashtu edhe zërin e mrekullueshëm të Tunës, kanë çka me prit edhe kanë çka me pa. Në ndërkohë, trendi i kohës së fundit është albume, po më pëlqen shumë fakti që është ky albumi në trend, edhe po punohet nga krejt artistët edhe nga krejt këngëtarët, por ajo që po na bën me u ndje më mirë është po besoj kjo pjesa e përjetimeve të koncerteve të shumta që po i bëjnë estrada shqiptare. Kemi filluar me Alban Skënderaj, me Elvana Xhatën, me plot njerëz të tjerë të cilët kanë sjell Yllimani, Dafina Zeqiri, plot koncerte të ndryshme, Fife që do të vi shumë shpejt me një koncert në Prishtinë, plot artistat të tjerë që janë në përgatitje të koncerteve të tyre, e që po e sjell një perspektivë tjetër të muzikës në vendin tonë, kështu që po besoj që shumica prej tyre kanë me sjell prap koncerte. Kemi yllin që kemi pas 2 koncerte në Prishtinë, tjetrën në Shkup, Dafina Zeqiri që do të performoj edhe disa herë me koncertin e saj Supernova, po ashtu
edhe Alban Skenderaj që nuk po ndalet, e kemi pas, do të kemi rastin që ta shohim nesër edhe në karnavalin e Golden Eagle-it, po ashtu edhe në për festivalet të ndryshme që do të merr pjesë, po ashtu edhe plot artista të tjerë të cilët janë të përgatit koncerte recitale apo koncerte solistike që po i sillen. Njëra ndër to është edhe Ronela Hayati që në fund të këtij viti do të vinë me një koncert të tillë, po besoj që edhe shumë artista të tjerë kanë marrë me koncerte të ndryshme. Ajo siçka vlen të theksohet është që kjo vjerë ka me kon kogja e nxehtë me projekte të ndryshme muzikore, me projekte të mëdha muzikore që kanë marrë në tregun muzikor, kështu që po besoj që krejt artistat edhe krejt ata të cilët janë të punu fazat e fundit, përgatitjet e fundit, kanë me bëjë që vjera tjetë ma e nxehtë me këngë të mira dhe me këngë të bukura. Të shohim se kush po spikat më së shumte. Personalisht mendoj që do t'jetë sërish dhurata Dora me Gjesti që do ta sjellin këngët që do ta merr primatin e verës, por që e kemi pa bashkëpunime surprizë që i kanë sjell dhurata me Yllin që mundet me na surprizu sërish me ndonjë bashkëpunim. Kështu që po presim se kush do ta surprizoj këtë verë. Kaq sa i përket kësaj tërjave të fundit të showbizit në vendor dhe ati ndërkombëtar shqipe. Nëse nuk ka diçka tjetër, unë po e kaloj linjën në studio dhe po ju përshëndes edhe një herë prej këto.